Ne që jemi në Ramazan dhe na ka begatuar Allah subhanahu wa taala me faljen e namazit të teravisë, saktësisht me xhamiat që do thotë shkëlqejnë me namazin e teravis, është një këshill që besoj është e rëndësishme për t'u nënvizuar dhe për t'u jetësuar. Ajo është që të falen namazi i teravis, të falet në tërësi derisa të përfundojë imami do thotë namazin e teravive. Të mos të ketë shkëputje dhe të mos ketë ndërprerje. Për arsye të shpërblimit të madh që ka ardhur në hadith për atë i cili falet me imamin derisa ai e përfundon do thotë namazin e teravive, saktësisht namazin e natës që bëhet domethënë në kuadër të do thotë xhamatit në xhamit e tona. Saktësisht e shënoi Imam Tirmidhiu që Albani vlerëson që hadithi sahih nga Abu Dharr, si Allah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur një burr fal me imamin, kur një burr falet me imamin derisa imami të përfundojë namazin e natës, sikur që është do thotë namazi i teravive, thotë do t'i shkruhet atij, nëse ai nuk largohet para imamit, nëse rri deri në momentet që imami përfundon namazin e natës, kur një burr falet me imamin derisa imami të përfundojë namazin e natës, do t'i shkruhet atij sikurse të jetë falur tër natën. Do t'i shkruhet atij sikurse të jetë falur tër natën. Fjala bie, jemi të edukuar dhe të kujdesshëm dhe të përkushtuar që të falim me fjala bie 40 minuta ose 1 orë ose 1 orë 20 minuta në xhamitë tona, ose 1 orë gjysmë ose më shumë ose më pak, sa zgjat namazi i teravive dhe nuk dalim më herët, nuk i ndërpresim më herët, e kemi këtë premtim nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam që ta marrim shpërblimin e gjithë atyre orëve të natës, sa e gjatë është nata në këtë muaj, që gjithë ato orë të na shkruhen sikur se jemi duke u falur, shkaku që jemi falur derisa imami ka përfunduar.